Përfaqësuesve të tyre hinduist, ai më i vogël, është lypsi që e kam gjetë në rrugët e Kalkutës. Po jep të shpirt. Nga uria. Një mbrëmje mbushur me emocion dhe art u përjetua në sallën e shfaqjes së Qendrës Kulturore në Pogradec, kur u ngjit në skenë monodrama Andra e Nën Terezës, njerëzorje hyjnore, një omazh artistik për figurën e madhe të Nën Terezës. Interpretimi i aktores Justina Aliaj dhe regjia e Gzim Kamës sollën për publikun një rrëfim të ndjerë mbi humanizmin, dashurinë dhe përkushtimin që simbolizon kjo figurë e jashtëzakonshme. Dramat përgjithsisht janë shumë të vështira, sepse ke të bësh me një aktor, me një tekst të plot që në një shfaqje tjetër mund të ishin 20 aktor, kjo përballohet vetëm me një aktor. Kjo është eksperienca ime e dytë në jetën time, pas apologjisë Sokratit me Mirush Kabashin. Kjo është monodrama e dytë që bëj me Justina Aliaj dhe kam të bëj me dy aktor shumë të mëdhenj, të cilët jo çdo aktor mund ta përballojë monodramën. Aq më tepër në këto lloj monodramash që janë filozofike, kanë mesazhe të mëdha. Përmes interpretimit dhe muzikës, shfaqja solli në skenë jo vetëm jetën e Nën Terezës, por edhe filozofinë e saj të thellë për dashurinë ndaj njerëzve dhe shërbimin ndaj më të dobëtve. Monodrama është një nga format më sfiduese të teatrit, pasi gjithë pesha e rrëfimit mbështetet vetëm mbi një aktor. Është shumë e vështirë, është jashtëmaset e vështirë. Është përgjegjësi e madhe, e them gjithmonë është përgjegjësi e madhe. E sidomos nuk ke shumë lehtësi kur je monodram. Je vetëm, nuk ke asnjë lloj nimet, ke vetëm personazhe imagjinare, cilët mundosh me jetësu. Është e vështirë, është në të njëjtën kohë roli më i madh për mua edhe ndërimi më i madh që mundet me ketë. Çdo njeri e gjen veten, ndoshta jo në të trija, po me patjetër 2 e 1 sidomos që po. E gjen veten, e ndjej veten, si e ndjej veten është njësoj si kur po them për vete. Më thahet goja, po nuk e jap veten, kështu mundohem të ligjëroj sikur nuk kam asgjë, po unë jam në një tension të jashtëzakonshëm që nga fillimi deri në fund. Shfaqja u mirëprit nga publiku pogradecar dhe ambasadori indis në Tiranë, duke sjellë një mbrëmje reflektimi dhe emocioni. Një homazh artistik që rikujton se figura e Nën Terezës mbetet një nga krenaritë më të mëdha të shqiptarëve dhe një simbol i përjetshëm i humanizmit në mbar botën.